Tregtarët e tregut të fruta e perimeve që u mbyll në Vlorë protestuan sërish përpara godinës së Bashkisë së Vlorës. Ata po kërkojnë zgjidhje për vendin se ku do të ushtrojnë aktivitetin në vijimsi, pasi tregu është mbyllur tashmë totalisht, duke u larguar prej andej edhe dyqanet. Tregtarët shprehen se arsyeja pse po protestojnë ka të bëjë me faktin që nuk lejohen më të funksionojnë në treg as dyqanet. Se na premtuan që do shosin na qepenat e brenda, ne duam që kryet kjo të paktën që na është premtuar, që do punojmë brenda qepenave. S'kemi ku vemi. As kjo nuk është lejuar, e dim, na i ka shprehur, po na i shpreh kjo që opsioni i parë që do punonin brenda qepenave. Nuk dim tani se çfarë drejtimi do marrë kjo puna jon. Këtu ka familje të mëdha që duhet të ushqen. Këtu është një diçka serioze tani se po agravon. Dikush ka kredi bankare, dikush ka për të ushqyer fëmijët, dikush ka min universitete. Po ti shikosh që të gjithë janë bllokur në kjo pjesë. Ne tani ta shtrojmë se na u premtua që do venim në Jallit të Nartës. Në Jallit të Nartës kam shkuar unë personalisht, edhe të tjerë, nuk ka asnjë lloj investimi që ne ku dhe si do punojmë. Kur deri në orën 10 para dhjetë atje punojnë tregtarët e frutave. Keni rreth një javë që protestoni, keni pasur ndonjë takim me kryebashkiakën? Kryebashkiaka ne kemi bërë disa takime, kemi bërë një. E rëndësishme është që si dhe qysh do vej më tutje puna jonë. Prisni një takim ditën e sotme? Patjetër që po. Ne konkretisht të gjithë këta që janë këtu vetë kanë ardhur vetëm për këtë gjë. S'ka zgjidhje, nuk mundet të rrim më kështu. Këtu ka njerëz së smur, këtu ka njerëz me halle të mëdha, këtu ka njerëz që duan të ushqejnë fëmijët. Si? Dhe sistemi Enver Hoxhës që ka qenë sistemi më diskriminues ka shi njerëzve dhe ai nuk të lindë as pa punë, as do të gjendë një mundësi që të ushqejë fëmijët. Kaq duam dhe nuk duam më. Na vin polici, ata kanë të drejtë të marrin udhëzime konkretisht në këta lart. Vin polici mbyll 4 cepat e portës dhe thot mos shit. Ule qepenin çdo sekond. Qa janë këto presione, kujt po ja bëjnë në fundit? Policistë punojnë me urdhër, nuk punojnë me ligj. Ai seri tek mua të thot, ti je filani, do iksh nga ky vend, do vetë filan vend. Këta thot, mbyll dyqanin e ik ku duash ton. Ne kemi kapitanin, kemi mallin, kemi të gjitha investimet aty i kemi. Sot aty vam 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, kodju sa vam, na gënjyen në fillim një çik. Edhe ata na thanë do hini tavolina në fillim, do mbanin dyqanet. Ne kemi dyqanet tani na thonë mos i hapni as dyqanet, se është ka urdhër thot nga lart. Çu unë them politik, urdhër bjema me ligj, jo me urdhër. Që do iksh do vetë filan vend. Për 4 muaj na kanë bërë zigzag. Zoj do veni na kanë thënë gjoja do veni tek stacioni i trenit. S'ka asnjë infrastrukturë. Duhet bësh infrastrukturën. Duhet bësh banjo, duhet kesh ujë, duhet kesh tavolina të punosh. Edhe po çfarë do ndodhi ne? Ja do shtrihemi këtu edhe do masë na bie bruna në një copë bukë, masë mbi jetojmë dhe tako. Ditë në punë, hapim qepena, si çdo ditë. Që te porta ndeshemi me policin. Na thotë që nuk do futeni fare sot. Pse kemi urdhër që sot keni mundësi që ju të hiqni mallin nga dyqani. Kush e ka dhënë këtë urdhër? Të paktën të na lejoni siç kemi punuar ditët e tjera. Vërtet jemi ndeshur me policat, por na kanë lejuar nga 2-3 orë kemi punuar me të keq. Por prapë edhe kjo nuk është zgjidhje për ne. Tani ti thua do punojnë, dyqanet do qëndrojnë dhe sot na vjen një urdhër që shkarkoni dyqanet. Sot është dita e fundit. Ne ku do shkojmë? Ku do t'i çojmë? Ne s'kemi marrë asnjë lloj mase. As shteti s'na ka thënë. S'na jep një diçka, një zgjidhje që të thotë, nga ky afat deri në këtë afat ju duhet të lironi dyqanet. Ne s'na është ofruar asnjë lloj zgjidhje. Dhe herën e fundit që erdhëm këtu për të takuar kryetaren, nuk na doli asnjëri të na sqaronte, na thoshte diçka, të na jepte një zgjidhje. Ne do vazhdojmë të protestojmë. Ne duam të drejtat tona. Duam takim me kryetarin. Sot kemi ardhur të takojmë kryetarin dhe ne nuk lëvizim këtu pa një zgjidhje nga kryetaria. Kjo është vendimi i të gjithë. Jemi të gjithë për një qëllim. Vjetë atje kemi, ajo nuk do të di se ne kemi dyqane me qira atje. Ne mi qira gjinjo, vlla, i pronari im nuk do të di se kam unë puna apo s'kam puna. Ai do 300.000 lekë në fund të muajit. Ne ku të vemi të mbytemi? Kur të plotësoj kushtet e tregut, ne jemi gati dhe për licenca, vetëm na lër punojmë.
Të gjithë kolegët e mi, jo sot s'ka kushte. Kur të plotësoj të gjitha kushtet, jemi gati dhe për licenca. Ne këtë kërkojmë, kotërën e Bukës nga goja. Kemi fëmijë, kemi shtëpi, kemi njerëz mbrapa, kemi një familje për të ushqyer. Sipas tyre, dyqanet janë mbyllur dhe nuk lejohen që të hapet aktiviteti, ndërsa sipas tregtarëve ende nuk është dhënë asnjë zgjidhje as për vendin e ri se ku do të tregtojnë. Ata kërkojnë zgjidhje pasi kanë mall të mbetur stok në magazinat dhe dyqanet e tyre. Sipas tyre, me këtë punë mbajnë familjet dhe ushqehen.